Në termocentralin Kosova B ka filluar riparimi dhe modernizimi i njësisë B2, investim ky korporatës energjetike të Kosovës. Me këtë riparim parashihet të bëhet një rritje kapacitetit për njësi. Për të diskutuar më shumë për këtë çështje të ftuar kemi Skënder Isufin, drejtor operativ i termocentralit Kosova A. Zoti Isufi, mirë se ardhët. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Kur në fakt pritet të fillojnë punimet? Punimet vetë se kanë filluar që dytet, pasi është nalë bloku njësia B2, para pregaditje ka pas dhe ma përpara, përndryshe investimet janë që nga viti 2020, në aspektin financiar dhe disa prej projekteve të tjera, por tash fillon projekti dytë për nga matësia edhe për nga vlera financiare, që është modernizimi i turbinave, dhe ky projekt do të gjatë deri ka mesi mujtë shtator, dhe njësia B2 do t'jetë e gatshme për operim në fillim të muajit tetor. Projekti i modernizimit të turbinave ka për qëllim që të rritë fuqinë e turbinave ekzistuese të avullit. Kjo po i bie që në tetor do të thotë në vjesht të jetë gati, a do të thotë kjo që sa do të jetë prodhimi dhe sa do të ndikojnë ato që të mos ketë reduktime? Projekti ka disa projekte, nën projekte të tjera investive, të cilat, si që thash, kanë filluar duke bazuar në studimin e fizibilitetit vitit 2016-2017. Dhe financiarisht kemi filluar prej vitit 2020. Tash në këtë vit po e zbatojmë fazën e parë të turbinat. Ndërsa projektet që kanë pas të bëjnë me revitalizimin e generatorëve elektrik dhe disa projekte të tjera të cilat janë zbatuar në vitet e kaluara, tash po i përsërithen në blokun B2. Por, do të vazhdojnë po ashtu edhe në vitin 2026 dhe 2027. Në këto 2 vitet që do të vinë, pjesa kryesore e investimit do të jetë nga Bashkimi Evropian me projektin e masave për zvogëlimin e ndotjes mjedisit, që kanë bëjnë me ndrimin e elektrofiltrave dhe pajisje tjera të cilat do të ndikojnë në zvogëlimin e emisioneve të oksideve të azotit. Sa do të ndihmoj kjo në aspektin energjetik, sa do të prodhohet, cilat do të jenë benefitet në fakt? Benefitet do të jenë të shumta. Në aspektin energjetik, ne nga situata që kemi tani, në njëre njësi në prodhojnë në blokun B1, prodhojmë me 280 MW. Në blokun B2 kemi prodhuar në vitin që shkoi, edhe në këto 3 muajt që kanë kaluar, me ka 250. Tash me këto investime dhe investimet që parashien të bënë vitin 2026-2027, na synojmë t'i kthejmë njësitë tona deri ka 310-320 MW, që do të ndikon dukshëm në përmirësimin e gjendjes. Me fjalë tjera, na do të arrisim prafërsisht diku 100 MW më shumë mundësinë e prodhimit. Normal që vetëm turbina nuk është e tëra, do të ka kaldaja, do të ka pompa dhe pajisje tjera të cilat si tanësi, pastaj e bojnë një njësi produktive. Tha që kjo do të përfundoj deri në tetor. Në tetor pritet të hyjë në funksion dhe si parashihet ajo periudhë më pas? Ajo periudhë më pas do të ofroj siguri të prodhimit, do të ofroj fuqi më të madhe. Vetëm turbina si turbinë që do të dizajnohet pak më ndryshe se sa që ka qenë përpara, ajo do të prodhoj më shumë se 15 MW fuqi më tepër. Dhe tash kur të shumëzohet ajo me numrin e orëve që do të prodhon njësia, na do të kemi benefite. Na zakonisht i kemi deri 7500 orë brenda vitit për një njësi. Dhe po të shumëzohet me 15 MW, atëherë shifet se sa është kontributi i vetëm njërës njësi. Në tëndësi, mendohet, diku 100 MW do t'jem fuqi ma shumë. Po t'i kemi, po t'i shumëzojmë për 7500 orë, atër i bjen 750.000 MWh ma shumë. Energji elektrike brenda vitit prej të 2 njësive, jo vetëm prej njërës, prej të 2-jave. Dje u thanë që me nisjen e modernizimit, kjo tani do të funksionojnë ndryshe, do të ecën përpara më shpejt se sa këto që janë aktualisht. Sa vite duhet për shembull për mirëmbajtjen e tyre, për trajtimin e tyre e këto? Gjithaherë energjetika kërkon shumë jetë, po dhe prodhon shumë. Pa energjetik mundoni me kuptu edhe publiku mund të me kuptu se është e pa mundur të jetohet. Për shembull dje ka pas në Spanjë ka pas blackout, që është shumë e vështirë me imagjinu një shtet kaq i madh dhe me pasën komplet rrëmjet sistemit. Është mjetike për Kosovën të kemi njësitë
e kekut i kemi sa më të fuqishme, sa më të sigurta, e për ata kërkojnë investime. Ne kemi ndërmarrë masa, edhe këto investime nga ana e kekut janë gati 120 milion për këto vite. Edhe na mendojmë me këtë kapacitet ma tepër që do të prodhojmë energji, t'i kthejmë brenda 6 deri në 7 vite investimet vetëm për këtë pjesë. Sa prodhohet aktualisht energji në Kosovë? Prej Kosovës B, mund të flas vetëm për këtë pjesë, pasi nuk e mbuloj krejt, prej Kosovës B prodhohet 280 megawatt në bruto na e quajmë, në gjenerator, për njërës njësi edhe për njësis tjetër blokut B2 ka pas disa vështërsi tjera, për isa na kemi prodhu 250. Naturisht kemi prodhu edhe gati 100 dhe 105 megawatt energji termike për qytetin e Prishtinës gjatë sezonit të dimrit. Ajo është një kontribut i madh që e ofron Kosova B. A ka prodhim të njaftueshëm kur flasim për prodhimin e energjisë? Të gjithë krenohemi me thëngjillin, me gjërat që kemi. Megjithatë, a ka prodhim të njaftueshëm dhe a mund të presim prodhim të njaftueshëm? Nuk ka prodhim të njaftueshëm qatë sa kërkohet. Ndryshimi jetesës njerëzve në shtëpia, familje, konsumi i madh i energjisë normal që kërkon energji. Na nuk mundemi me mbulu krejt. Është si pasojë e pajisjeve të vjetra, është si pasojë e kapaciteteve të pakta, nevojiten më shumë investime, të pamjaftueshme, nevojiten investime më shumë, apo çka duhet bëhet që të kemi një sistem të rregullt energjetik në vend? Sa i përket vetëm kekut, na prodhojmë aq sa kem kapacitete. Me këto investime na do t'i rrisim kapacitetet për aq sa tham për 100 megawatt më shumë. Por a mjaftojnë krejt Kosovës kjo energji? Nuk e besoj. Edhe ajo është arsyeja që edhe duhet importohet. Natyrisht programet kanë pasën edhe me investime në burime të ripërtreshme, gjitha ato mirë po, ne si keke shohmi, si me thamë, fokusin më të madh ka thëngjilli. Sa po prodhohet thëngjill? Na konsumojmë diku 1.2 ton për 1 megawatt orë. Tash në qoftë se i kemi, po shumëzojmë thjesht 300 megawatt orë për një njësije, atëri bjen që 360 tona thëngjill na i harxojmë brenda një ore për prodhimin atyne megawattve. Sigurisht që konsumi më i madh i energjisë elektrike ndodh gjatë stinës së dimrit, megjithatë ankesa për ndërprerjet e energjisë elektrike ka nga qytetarët pothuajse në të gjitha stinat. Cilat janë arsyet? Edhe vera ka ndryshuar, nuk është më vera si përpara, ku njerëzit për shembull nuk kanë pas kondicionera. Tash kvaliteti i jetesës kërkon, si më thonë, sa më shumë forma të ndryshme të shfrytëzimit të energjisë. Prandaj edhe energjia e ftofjes që i duhet njerëzve në shtëpia e rrit konsumin. Nuk është jetesa si përpara çfarë ka qenë para 20 vitesh. Natyrisht këto njësitë tona i kanë 40 vite, 41 bloqet e njësisë e Kosovës B. Prandaj investimet janë mase të domosdoshme. Duhet të bën investime në pajisje? Gjithsesi në pajisje, në ndrimin e pajisjeve, rehabilitimin e tyre, modernizimi në turbina, në nënkuptan ndryshimin e modelit të turbinave. Edhe në elektrofiltra, edhe në pajisjet për zvogëlimin e denoksit, oksideve të azotit, ato janë modernizime. Të gjitha të tjerat janë rehabilitime, ndrimet pajisjeve një me një, e hjek pajisjen e dëmtuar ose të konsumuar, e zavensa me një pajisje të re. Për ndryshe, në qoftë se diçka në aspektin teknologjik bëhet më avancuar, atëherë ajo quhet modernizim. Sa janë të shtrenjta, të kushtueshme këto remontet që bëhen dhe sa mund të zgjasin? Sepse jo të gjitha bëhen për një herë. Për atë arsye dhe ne kemi filluar që nga viti 2020. Studimi është bërë në vitin 2017, është përfunduar si dokument. Na kemi filluar prej atëherë që me përgatit buxhetet, cilat projekte do të shkojnë përpara. Edhe domethënë konkretisht kemi filluar nga viti 2020. Edhe tash po shihet që do të përfundojmë në vitin 2027. Edhe projekti i Bashkimit Evropian është nënshkruar në fund të vitit 2019, po shkaku i Covidit, shkaku i luftës në Ukrainë, kanë zgjatën krejt ato vonesa, kanë zgjatë dhe kanë shtyr projektin e elektrofiltrave dhe denoksit deri tani, që na shpresojmë se në vitin e ardhshëm do të fillon të zbatohet. Të gjithë në fakt të dim që Kosova gjatë verës eksporton rrymë për vendet të cilat i ofrojnë rrymë gjatë dimrit. Si do të keni punën gjatë kësaj vere? Shqipëria është ajo e cila furnizohet më shumë nga Kosova. Na, si stabiliment ose njësi, na kem nevojë me prodhu tanë kohën njësaj. Nuk na mundohemi mës me pas ndryshime natën ditën,
Prandaj, në ato kohë, në ato orë, të cilat kemi mundësi me shit, në atë kuptimin, pse me ullën pajisjen ma poshtë, se çdo ullje, naltë dhe poshtë ndikon në stabilitetin e procesive të djegjes. Prandaj, kur doherë që prodhojmë ma shumë se sa që e kërkan tregu joni brendshëm, na do të atë energji me hudhë në treg. Aktualisht a jeni duke blerë energji? Nuk kam informata për këtë. Na tani për tani, po prodhojmë prej Kosovës B, vetëm e njësin Beni. Prej Kosovës A, atë sa kam informata, e në 2 njësi në punë, po sa mjaftohen për tregun, ata ma mirë din kompetentët tjerë. Po reduktime po ka, nuk është që nuk ka reduktime. Në veçanti në zonat rurale ka reduktime më të theksuara të energjisë elektrike. Na jemi, si gjithdo qytetarët tjerë, në Kosovën B, edhe na jemi banor të këtujt, na gjithdo herë kemi dëshirë të prodhojmë sa ma shumë. Edhe kur një herë vullnetit e punëtorët e kekut nuk mungon për me prodhu sa ma shumë. Janë të angazhuar punëtorët e tonë jashtë mase. Gjithdo herë për me dhanë kontributin sa ma të madhë. Ajo është detyra jonë. Pa tjetër, faleminderit shumë për kohën dhe intervistën. Urojmë që të kemi prodhim sa më të madh të energjisë elektrike. Faleminderit për mundësinë.